Mirë se erdhët. Sot kemi një histori fantastike, një histori nga qyteti i vjetër i Balsorës. Bëhet fjalë për një njeri që ishte jashtëzakonisht i pasur. Flitet se pasuria e tij ishte e pamasë, e gjitha në ar. Për zemra e tij, zemra e tij ishte krejt bosh. Ai e donte paran më shumë se çdo gjë tjetër në botë. Por para se të fillojmë, dua t'ju bëj një pyetje. Mendojeni pak, cila është dhurata më e çuditshme që keni dëgjuar ndonjëherë? Mbajeni mend këtë pyetje sepse dhurata në historinë tonë, është vërtet e çuditshme. Do t'ju lër pa fjalë. Ja pra, ky është personazhi ynë kryesor. Quhet Rida. Në të gjithë Ballsorën, njerëzit nuk flisnin për pasurinë e tij të pafund. Jo, ata përshpërisnin për kopratësinë e tij. Ishte legjendare. Imagjinoni pak, arkat e tij ishin plotë për plot me ar, shkëlqenin nga monedhat, ndërsa pjata e familjes së tij ishte pothuajse gjithmonë bosh. E pra, për këtë njeri kaq koprac, punonte një në punës si shkret, një njeri i mirë, shumë punëtor, por a e dini sa paguaj? Aq pak sa që mezi arrinte të ushqente familjen e tij të madhe. Dhe pikërisht kjo padrejtësi e bëri atë të mendonte një plan vërtet të guximshëm. Dhe ja çfarë kishte ai? Vetëm kaq. Një monedhë të vetme. Kjo ishte e gjitha që kishte. Por për të, kjo monedhë e vogël ishte gjithçka. Ishte shpresa, ishte çelësi për planin e tij të madh. Një plan që do ta vinte në jetë pikërisht për vitin e ri. Po cili ishte ky plan, thoni ju? Ishte fare i thjesht, por edhe shumë i rrezikshëm. Dëgjoni. Hapi i parë do të blinte një dhuratë speciale me atë monedhën e tij të vetme. Hapi i dytë, me atë dhuratë, shpresonte t'ia prekte pak zemrën shefit të tij koprac, dhe hapi i tretë, më i rëndësishmi, të merrte një rritje rroge, një rritje që do t'i ndryshonte jetën atij dhe familjes së tij. Atëherë, çfarë mendoj të blinte me atë monedhë të vetme? Sigurisht jo ar, as ndonjë gjë të çmuar. Jo. Ai bleu të vetmen gjë që mund të përballonte. Jeni gati? Një kokë deleje. Një kokë deleje. Ai e mori në shtëpi, e gatuai me shumë kujdes dhe ja çoi shefit të tij sikur të ishte thesari më i madh në botë. Po çfarë ndodhi? Asgjë. Heshtje totale. Kaloi një javë e tërë dhe asnjë fjalë nga shefi. Por në punuesin nuk u dorëzua. Shpresa nuk i ishte shuar ende. Kështu, në ditën e vitit të ri, ai mblodhi gjithë guximin dhe trokiti në derën e shtëpisë së madhe të ftohtë të Ridas. Por në vend të një falenderit apo një buzëqeshje, kopraci e priti me një pyetje. Një pyetje që tregonte saktësisht se sa i kursyer ishte ai. Pyetja ishte kjo: për sa kohë mendon se mund të hash me një kokë deleje? Përgjigjja e tij do t'ju shokojë. Sepse përgjigja nuk ishte thjesht një numër, ishte një plan i tërë, një manual i pabesueshëm se si të kursesh. Dhe Rida e shpjegoi me një krenari të frikshme se si ajo kokdele e vetme e kishte ushqyer familjen e tij për një javë të plotë. Dëgjoni pak këtë. Ditën e parë, tha ai, hëngrëm veshët. Ditën e dytë, syt. Pastaj lëkurën, gjuhën, mishin, deri edhe kockat i zgjeu për të bërë supë. Dhe në ditën e shtatë, hëngrën trut. Dhe sikur të mos mjaftonte e gjitha kjo, ai e mbylli fjalën e tij duke thënë me plot gojën: "Të siguroj që nuk çuam dëm asja." Imagjinoni fytyrën e nëpunësit të gjorë. Ai mbeti pa fjalë. Nuk ishte thjesht i habitur, ishte i neveritur. Ai moment ndryshoi gjithçka. Nëpunonsi e kuptoi që nuk mund të punonte më kurrë për një njeri të tillë. Ishte e pamundur, kështu që çfarë bëri? Ai dha dorëheqjen aty për aty, ja ktheu shpinën Balsorës dhe u nis për të kërkuar fatin e tij diku tjetër, larg, sa më larg hijes atij kopraci. Dhe vitet kaluan. Shumë vite. Dhe fati ish në punësit ton ndryshoi plotësisht. Me punë të palodhur ai ja doli mban. Nga një njeri i varfër u bë një tregtar i pasur dhe i suksesshëm. Dhe një ditë vendosi të kthehej në Balsora. Por këtë herë nuk po kthehej si një shërbëtor i thjesht, po kthehej si një zotëri i respektuar. Por qyteti që gjeti nuk ishte i njëjti. Diçka kishte ndryshuar. Në mes të qytetit ishte ndërtuar një vilë e re, e mrekullueshme, dhe nga brenda dëgjoi muzikë, të qeshura, hare. Ishte një festë e madhe, diçka që nuk e kishte parë kurrë më parë në Balsorën e vjetër. Kur reshtja e shty të pyeste një nga shërbëtorët, kujt i përket kjo shtëpi kaq e bukur, dhe përgjigja e la gojë hapur.
Shtëpia I përkiste një të riu me emrin Karim. Po kush ishte ky Karim? Ishte djali I askujt tjetër veç se I shefit të tij të vjetër Ridas. Kopracit ishte vdekur. Dhe këtu, historia bëhet edhe më interesante. I ati, Rida, kaloi gjithë jetën duke kursyer çdo monedhë të vetme. Ai jetoi si I varfër vetëm për të grumbulluar ar. Dhe tani, I biri, Karimi, po e shpenzonte gjitha të pasurinë në festa dhe ahengje pa mbarim. Gjitha ajo pasuri e mbledhur me aq mund, po shkrihej si bora në diell. Ndërsa shihte gjithë këtë sken, ish në punësy ynë nisi të mendonte. Ai kuptoi se sa e kot kishte qenë jeta e Ridas. Të gjitha ato para të grumbulluara, gjitha ajo kooperaci ekstreme, në fund të fundit, për çfarë I shërbyen? Asgjë. Dhe kështu, kjo histori e vjetër nga Balsora na lë të gjithëve me një pyetje të madhe. Një pyetje që vlen edhe sot. A është më mirë të mbash gjithçka për vete, apo të ndash pak nga ajo që ke me të tjerët? Çfarë mendoni?